Alizodhi, kalon pjesën politike, por vendimi që ka marrë majoranca për shkrirjen e disa bashkive, i cili numri është 15. Kush, nëse ju do ishit banori njëri nga këto bashkive, kush mendon se do ishin shkaqet kryesore që do pësonin ky popull? Rreth parë, i gjithë vendimi është politik. Çdo proces që ndodh në shoqëri është politik, dhe kjo është një lëvizje politike elektorale e majorancës, pikërisht e Ramës. Se fakti që një pjesë e madhe e bashkive që do shkrihen, kryetarët aktual i kanë dalë kundra, tregon që është kundër interesave të njerëzve të banorëve që jetojnë. Në moment që një vendi si Prenjasi, apo si Belçi, apo si vendet si Poliçani i heq bashkinë, asaj heq të gjithë administrimin. Ka një kartë europiane për bashkitë. Pra që sa më shumë të ketë bashki, aq më i mirë shërbimi ndaj njerëzve. Arsyeja është vetëm elektorale. Pastaj ka dhe një element që është shumë arrogant. Nuk mund të bësh gjithçka çfarë të duash ti në këtë vend pa pyetur njerëzit, pa bërë një referendum për njerëzit, sepse bashkia i shërben njerëzve. Pra, dhe ky reagim i madh që ka ndodhur në të gjithë Shqipërinë, në ato vende që shkrihen, tregon që njerëzit nuk janë dakord. Dhe njerëzit që janë mbledhur këtu nuk janë dakord. Pastaj ka dhe Prenjasi ka dhe afeksionet e tij kulturor që mund të jetë më afër Progadecit, mund të jetë lëre Prenjasin ta vendosin qytetarët e Prenjasit. Kjo ndërhyrje, kjo lloj arrogance është vazhd e një njeriu, e një sistemi i cili bën gjithçka për pushtetin e tij. A mendon që është zhdukur dhe historia, kultura, tradita, sepse kemi bashki që nuk janë ndërtuar në vitet e komunizmit që ku janë bërë fabrika apo e tjera, që s'kan pasur një histori dhe po shkrihen bashki që kanë patur kulturë, histori, madje kanë mbledhur edhe gjak. Por ideja është pyetja ta bëjmë, pse duhet ndodhi kjo? Pse ndodh kjo? Ndodh për një efekt elektoral. Ndodh për centralizimin e pushtetit. Pra çdo lloj lëvizje që bën Rama është elektorale. Pra është edhe reforma aktuale territoriale ka shkuar në favor të PS-s. Edhe kodi elektoral është në favor të PS-s. Pra, ju si gazetar e kuptoni logjikën e kësaj. Pra, çfarë i shërben Ramës, ai nuk pyet njëri, dhe këtë e ndalon vetëm revolta popullore. Njerëzit duhet të reagojnë më shumë. Dhe ky është totalisht problem politik, se këtë po e bën PS-ja, nuk po e bën PD-ja. PD-ja propozon më shumë bashki. Më shumë bashki është më shumë buxhet dhe më shumë shërbim ndaj njerëzve. Është më logjikshme. Ka Vjena, ka Austria, ka Gjermania, shumë më shumë komune, shumë më shumë bashki, që njerëzit kanë afeksion. Pra qytetari i Prenjasit, nëse e ka bashkinë brenda në Prenjas, tani do ta ketë më larg akoma. Dhe buxheti do jetë më reduktuar. Do kthehet në një njësi të vogël administrative. Reforma territoriale 2014 zmarrin 2015 ku bë shkrirja e komunave dhe dolëm në bashki. A ishte një dështim? Unë mendoj që të gjitha reformat, dhe sidomos edhe territoriale, edhe elektorale, të ndërmarra të njëanshme nga PS-ja kanë qenë dështim. Por kjo reformë e cila shkoi drejt aktuale drejt centralizimit, tash po shkon drejt një mega centralizimi. Se pra po zvaglohen akoma më shumë. Është totalisht dështuar. Apo bëhet një shpopullim në këto bashki ku mendohet që të shkrihen? Unë mendoj që Shqipëria ka një shpopullim të madh nga arsyeja e keq qeverisjes, e varfërisë, e korrupsionit, e krimit, dhe për këtë përgjegjës është qeveria. Dhe nuk është arsye që të shkrish bashkinë e Prenjasit dhe bashki të tjera se është shpopullimi. Atëherë nëse ti pranon që Shqipëria është shpopulluar, pse rrimën kryet Shqipërisë? Çfarë kërkon të drejtosh më në Shqipëri? Kush mendon se është zgjidhja? Zgjidhja është absolute njëherë e para, ikja e këtij individi i cili nuk ka ditur që nga dita e parë të bëj politikë, por ka bërë vetëm propagandë. Sot kam parë po lexoja diçka rreth Bullgarisë. Bullgaria kishte një nisëm që thoshte Bullgaria të do. Dhe një pjesë e madhe e studentëve ekselent, e njerëzve të suksesshëm biznesit në botë, kishin filluar që ishin bullgar të ktheheshin në Bullgari. Më thoni në kaq mandate, në kaq vite. Çfarë plani ekonomik ka ky njeri? Çfarë plani strategjik? Çfarë plani kombëtar? Vetëm propagandë, vetëm trëndafila. Dhe kur vinë këto festat, merr ato kinkalerit kineze bën drita, bën koncerte dhe tallava, nuk ka asnjë plan për të ndërtuar shtetin dhe për të ndërtuar kulturën. Prandaj jemi në këtë krizë të madhe. Ikja e një estetiku, pra piktori që nuk bën as piktura, nuk e njeh formimin e shtetit. Nuk ka një plan për kthimin e rinisë, nuk ka një plan për punë, nuk ka një plan për studentët, se s'ka se do ishte aplikuar. Ka vetëm shoh. Në të gjithë muajin gusht mund ta themi që
Rrenjasin fest, Librashtin në fest, Tropojan fest, e kështu me radhë. A është Shqipëria në nivelin vetëm për të festuar dhe... Sepse edhe një herë, mbase s'është momenti ta shpjegojmë, një njeri që vjen nga bota, ai nuk është as artist, po është estetik, pra pamja ka rëndësi, nuk e kupton shtetin formal. Shteti është diçka i thellë. Ai nuk njeh asnjë koncept ekonomik. Ai është vetëm në fest. Sa i mendon duke argëtuar shoqërinë, fshe problemet që ka shoqëria. Shqipëria ka një krizë të madhe një herë, që është popullimi, që vjen nga ekonomia, që vjen nga krimi, që vjen nga padrejtësia. Dhe simboliku i padrejtësisë dhe i krimit është vetë kryeministri dhe grupi i tij. Dhe po ta shikoni, dhe bashkia presidentë ka frikë vetë. Këshilli bashkiak, i cili do të ishte mbledhur dhe të votonte kundër, nuk e ka bërë, sepse do ta marrë mirë me mbredhin. E ka bërë. E ka bërë Poluçani, e ka bërë të tjerë. Se ka bërë? Po mbledhja e kryetarëve të bashkisë, të cilat mendohet që të shkrihen kuç të Vlorës, si e quhen? Po mendoj që Ramës dhe shumë njerëzve si Rama ju duhet dalin në ballë. Është momenti për ballë. Në moment që ta zvoglohen dhe presin në mëshirën e ati, e dëmdojnë. Kryetari i bashkisë do të ishte të fliste. Tu do të fliste kryetari i bashkisë. Tu do të fliste drejtuesi i qarkut të Elbasanit, PS-s, që ka marrë vota më. Do t'i thoshte qytetarëve që kanë dalë. Pse? Drejtuesi i qarkut të Elbasanit është ai që po i shkrim. Po duhet pra të përballë me popullin. Ky është kryetari i bashkisë. Është dakord apo nuk është dakord? Pse s'e shkret? Po këtu nuk bëhet fjalë, nuk bëhet biseda për një individ. Ti populli çfarë do i bëj? Jo, populli ka profesor politik, pra, sepse këtu PS-ja ka fituar, apo? Atëherë do t'i përgjigjet. Tu ka fituar kryetari i bashkisë, këshilli bashkiak, do t'i përgjigjet. Kjo është politikë. Është s'mund të rregosh opozitës këtë. Opozita ka paketën e vet, planin e vet. Unë jam si qytetar në protestë, që njerëzit ndjehen më të lirshëm. Nëse kjo do finalizohet, kur kemi shansin ne si popull që mund ta kthejmë edhe një herë bashkinë. Ne shans kemi vetëm një shans. Të biri Edi Rama. Dhe Edi Rama don masa njerëzit siç është në Tiranë që të biri. Rama nuk bjen në asnjë lloj gjëje tjetër sepse Rama mendon që është gjithkohës në festë. Gjithkohës në festë dhe është shumë bukur. Rama është vetëm në festë, duke marrë vota, duke grapitur vota. Më shumë se kaq nuk kam ç'të them më për Ramën në këtë ambient, në këtë situatë, se dua dhe unë të them tek njerëzit e kolegëve. Unë ju falenderoj edhe sukses të televizorit.